Jo, përshëndetje shqipe dhe mirë se erdhët tani video e ri. Tani epizodi i ri I lojës Days Gone. Shqipat e mia e dini se epizodi I kaluar ka qenë epizodi më I dhimbshët për neve, ku jena përshëndet me Buzerin, jena përshëndet me Rikin, me Iron Mike-in edhe me Edin. Që kena orë shqipat e mia me kërku këtu gruën te me Sarën, me një qëllim, me një shpresë që mujna me e gjithë. Gjithashtu, kur ky kapiteni Kuri e ka posu nozën e grysteme në gisht, atëre e ka bo Dikonin paka shumë, jo paka shumë, por shumë me shpresu se Sara është dikun këtu. Se ku nuk e di, për që atojnë ato kërku. Kështu që shqipe mirë Sara të kjo epizod, që tu ku kena mbet, kush nuk e din që ka ndodhë shqipe shkën të shyrë në epizodin e ma parshëm, këtu pishojmë këta që po ushtrohen, dhe me thonë kjo kempi është I ushtris. Dhe këtu besoj që janë këta të shumë të fuqishëm. E na ina të shiku tash në për qëto tenta mëson shgryja jemi këtu. Dhe me thonë jena to I shiku mos po mujna me gjithë shqipe në I sen për grun teme për shemull adin. Mëson që tu në për qëto tentat. The infirmary. I mean, with her background, that's where she would be, right? Ah, damn it. She's not here yet. Ja, s'ku ka s'këtu po thët gryja jemi. Atër na ka jetë edhe një tent që tu. It's gotta be the one. Sarah? Sarah, you in here? Sara. Shit, not here. Jo, valas, këtu s'ku ka po thët. Oh, God damn it, she's not here. She's not here, but... Right, yeah, it couldn't be that easy. Now, could it? Cute drawings. St. John, you on this channel? Corporal Russell said you had a radio. Yeah, I'm here. Meet me at the gate. On my way. Okej, kapiten Kuri shqipe më tha, ispi tham shqipe, po pe dini që ai kapiteni se e ka një emër interesant. Okej, besoj që po mësh na me bo upgrade këtu apet. Just shipped in, you know. Deacon St. John. Okej, po mësh na Take a look around. I got që ta s'po na duhet. Okej, kjo për me na nxon ma shumë. Okej, që shtopja bojna pra, se këtu pas ka shqipe diçka të re. Okay then. Besoj që edhe armë ka të reja, hajde shkojmë të shqyrëm armët. Okay then. Stop by soon. Okej, vesh të mu shi pluma një herë. Deacon St. John. Yeah, I just got here. Well, Deacon St. John. Okej. You do your job and we'll Aha, los mu pas kanë hap shqipe armë që shpëshjet. Më tha kapiteni mu taku e të dera me tonë, të me thonë që të hymja. Ka ndoshta naj punë për mu. Ta shojmë shqipe tash apo mujna me gjithë Getting ready to atë. ride out. You still coming? Ready when you are. Looks like you put a lot of work into this. Yeah, some. Open it up! Ta shojmë ku pana qonë. Good? Can you ride? Yeah. Yeah, I can ride. Do you want to join the militia? You're gonna have to prove it to me. See if you can keep up, St. John. Okej, ta shojmë shqipe, se s'besoj se të që ky kempi kena me nejt shumë, adin. S'besoj që kena me nejt shumë të ky kempi. What the hell happened back there? I mean, it looks like a forest fire, but the stumps are charred. So that means that the timber was cut before it was burned. You got a good eye. We call it the dead zone. We use the timber to build our barricades, then burn the slash. From the outpost, we can see a horde coming long before it reaches us. And what? You're gonna burn all the buildings too, so the newts and the swarmers have nowhere to sleep? You know you're freaks, huh? Like I said, I've been out in the ship for a long time. So that's your plan, huh? The militia, I mean, to burn everything to the ground? We're fighting a war out here, St. John. We'll do whatever it takes to win. A war? That's what it is, isn't it? A war? You've been out in this shit. You've seen the hordes. The only thing that's gonna stop them is an army. Our army. It's gonna take way more than an army. We have a plan. If the colonel lets you join, he'll fill you in. So, Silver Lake, you asked about survivors. You looking for someone? No, not really. I mean, look, there were some folks that I rode with once, and I thought maybe they ended up there. I thought maybe you were after someone. For a bounty, I mean.
Yeah, no. I tracked men over long distances before, but not this far. No bounty's worth that. This is it. Oh, të ky vend e kemi ardhur. Që kanë qenë këta dy që e kom shpëto pja rushës. Hey, Corporal, the captain's here. It's done, sir. Make sure you make a marker. Yes, sir. All right. You two head back to Diamond Lake. Grab, Taylor was his name? Yes, sir. Yeah. Take him to the colonel. I'll be there in 1800. Sir? Military time, Corporal. You're supposed to know this by now. Oh, yes, sir. Get the fuck out of here. Yes, sir. You find something? How long is, Vasquez. What has Vasquez been with you guys? A couple of weeks, maybe more. Well, he's been busy. What the hell? You guys been having trouble with supply runs, marauder attacks? Yeah. Okay, we're gonna go on foot from here. On foot? Why? Because Vasquez came out here for a reason. I can't track him from the bike. Got it. Dhe me thonë Shqipune, ju besoj që pedini pse më tini mu në këti zezakit. It's Këti been na më tini mu, snowing, so there won't be any boot prints. mos po muj me gjithë për grunte me diçka, se Come ky on, din na we'll ishta look për inside tonë. the cabin. Okay, I'm following you. E ta Shqipënajna të shku, do me thonë për minimu këti zezakit, për një person me emrin Vasquez, që po s'ka bon diçka keq të këta, unë shtuja vjedh këta rezervat e sen e vene, e duhet me gjetë këto, më shpak. Okay. Bë me nëzis për pres momentin Shqipe kur takona me Sarën, bro. You, you said he stole rations, ammo? Yes. This is an MRE. It's half-eaten, so looks like your men rode up on him when he wasn't expecting it. His bike's still out front, which means that he went out the back. Wait, over here. What'd you find? The Okay. fence has been cut, Që ne po s'ka shku, ha? Po s'ka ik. and no rust. So it was cut recently. Yeah, come on, Okay. this way. Arsyeja pse po shem kom është për mes penani motorin. Hey, hold on for a second. Look. Over here. Tracks? Yeah, we're in luck. Okay, që ne të poshtë. Wait, hold up. You find something? Yeah, shell casing, recently fired. Oh, ujq. Hold up. Po s'ka ujq, veç pak. It doesn't look like it. Come on. Go on, get out of here. That ever worked for you? Yelling at a wolf? Look out! More wolves! I see him. Got you. Okay, ja homo. Okay. That's the last of them. Okay, I want to take a look at this thing. Okay, Looks çani like ja. the MREs weren't enough for your man. Clean gunshot right through the head. Yeah, the wolves must have heard the shot. Decided they wanted it more than Vasquez. Yeah, the rest of the pack came at us from back that way, from the east. You think they chased off Vasquez, leaving one to guard the carcass? That's my guess. Come on, let's see if you're right. Okay, që ne Shqipe po na You qenë guys got a frekvent. lot of wolves out here. Ones that aren't infected, I mean. Yeah, we get reports almost every day. When I was a kid growing up, there were no wolves in Oregon. I mean, a few coyotes, but no wolves. They've been driven to extinction by ranchers and farmers, timber companies. Yeah, it looks like they're making a big comeback. Pet Newick I vdekët. Hold up. So what is it? It's a backpack. It's one of ours. Looks like they almost got to him. And he shrugged off the pack to get away. No. Përdori To një buy kësi. time. He landed on his ass. Tried to scramble away, but then the wolf lunged. Është pak e pse s'o po muj me vrapu, na shton vetë për me ec. Shots. You can tell all that. Okay. Yeah. Tash po muj me vrapu. Wait, get down. A swarm. Hero graves. Oh. This one is marked on our map. They're scattered all over the region. Maybe that explains why Vasquez came through here. Let's go around. Exactly what I was thinking. Holy damn. St. John, this way. Yeah, Kjo right there kjo with you. Shqipa është vesh një horde e vogël, a? Amo bro.
Holy. Say, they're getting tired of running and hiding from these sons of bitches. You ever take on a swarm? Yeah, I've done it before. You just gotta keep moving. Well, look, if you're gonna join the militia, you must stay focused on the mission. We're not out here to fight freaks. Being in the shit, killing freaks, kind of goes hand in hand, doesn't it? Oh, għanna kanni? Put some distance between us and the graves. Oh. The cold weather's gonna bring out even more of them. I think they can smell a corpse from about a mile out. Part of our slash and burn strategy is to find these grave sites, dig them up, and burn them along with everything else. Yeah, well, good luck with that. I've seen hundreds of them, just in this part of the state alone. And we gotta start somewhere. All right. Para me ndoni shipa me gjujt, une... Oke, që ne jena Hey, të shku. there's a road ahead. Hold up a second. Oh my god, sa shumë. What do you think? Is anyone else tracking him? Not that I know of. No, but he's either dead, or he's got a lot of friends. You see how his tracks have been overridden by bikes. A lot of bikes. Okay. Come on. Let's see where they're heading. You said Okay. cold weather brings out the freaks? Yeah. Cold, snow, rain, hell, even clouds. Well, like I said before, you know you're freaks. When we get to command, there's some people who want to talk to you. People. Colonel will fill you in if he lets you join. Yeah, hey, wait. Hear that? Yeah, it's coming from the logging camp. Ah, Is that on your map? pi që tu shqipem duket. That means it's also on Vasquez's map. Come on. Okej. What would your strategy be? Well, he's not alone. We know that from the tracks. What's that militia penalty for going AWOL? Hanging by the neck until dead. Why? Well, it means that. Okej, që tu më duket më son qaj, që pe lypëm shqipe. Do you see your man? Yeah, that's him. Oh, looks like you guys need to start doing background checks on your recruits. He seems to be right at home. Oh, let's wait here. I'll radio for backup. Get your goddamn hands off me! Oh, this one's a fighter, boys! What do you think? Oh, see about that. Oh, hell no. What? I just got this problem with assholes who hurt unarmed women. I'm giving you an order. Order? You see me What? running a red armband? You don't give me orders yet. You do whatever the hell you want. Po don ky me më thonë mu komanda, unë i thash s'marr komanda pi teje. Është pak t'ja eki këta suppressorin. Thanks, got him. We can do this! Ah, no, atë po, së ishit kon. Shut up tight. I gotta reload. Ah, shi ishit kon. Vdis edhe ti. Move! Gotta pull back! Po, një. A më do kanë... A pat që tu? Op. Thanks, got him. O, oh. Here, catch! Më shpejt. Goes down. Ah, Burn, you asshole. më shpejt, më shpejt. Shot! Edhe një veç. Okay. Po, e. Që tu mërë për qatë që unë? Bro. Ah, Here you are. op, I see you running around. That the last of them? okej. I think so. Nice work. Me shku me shpëtu qatë vajzën shqipetash. Vasquez? He's my man. Not anymore. Go ahead! Try, asshole! Nope. A mbyllt koka kje dirë, ha? Shpak, pika me shku mërë? Okay. Ta marrë që ton. Wait here. Stand guard in case we missed anyone. You Respect. don't want to hit him. Pika ka hyrjen mërë. Pionës tjetër.
Not tough guy? Ah, për qëto. Po dash për qëto me i ma herët. Ah, për poshtet. Për qëto. Yeah, this is it. I can get in through here. Ajde tash. Oh, kjo po s'ka myt. Ku më ja ty? Bro. What the flick, bro? Easy, easy. I'm just here to help. I don't need your goddamn help. Okay. I'm just gonna move over here. Bro, që ke vajza po dika me myt një moshkull. Shive çfarë mendoni ju? Hell away from me. Holy damn. Hold on now. We're not with them. You think I give a damn who you are? Okay. Okay. Kjo vajza shipe e shpëtuam, po kjo është s'po na beson neve, po thot as nuk po m'han se kush jeni ju. Po mendon se na jemi të këqi. What the hell was that? Just your typical damsel in distress. Vasquez? Done. Way done. A që kjo? Captain Corey, come in. This is Corey. We're here, heading up the road to the main gate. Hold your position there. We're coming. What about the enemy? They've been, neutralized. Hold your position. Curry out. Come on. Okay. Ja po skanor njerëzit e këti. We brought up your bikes, Captain. Thought we'd save you the walk back. That'll be all, Corporal. Na pas kam për motorat. Did I pass? Pass? Well, you've been watching me all day. I figured this was what? Some kind of test. No. Nothing quite as formal as all that. As you can see, our pool of recruits isn't what it used to be. Yeah. Dhe me thonë shipe t'ju shpikën fani. Se tash unë e pe kuptej se qa po ndodhe me jo shpikolla ju. Dhe me thonë që ky shqipar si corporal, si lejtnanta, diçka qështu. E këtu nuk ku ka sora. E unë e këti pi thëm, ky më fakt më ka thonë i pari që qaj të komandon të jonë. Të një tjetër që është maj naltë, është një kemp tjetër që të ofrë këtyne. E unë pi thëm këti, a e kum kalu testin, se ky më tha po du me testu për me qute komandon të atje, se atje do të kinë se më konë shumë i forti. E pi thëm unë a kalova testin, ky po thot jo. S'po më qënë. E që ati më do këtë më so gryja jeme. Yeah. You passed. Oh, po, e kalove. Ha? E tash? E tash? Oh. You ready to meet the colonel? A po dalë më taku me kolonelin? Po. Yeah, sure. Why the hell not? A veç mu taku, a jo me shku atje, ta shojmë Shqipe. A, për me nëzis po pres me po maj. So, St. John, where did you serve? Sara. Before the shit went down. You know what an MRE looks like. You know how to recon an enemy position. You know cover in advance, tactical maneuvers. So, where did you serve? Marines? Army? I try not to talk about it, you know? I mean, first year out here, seemed like anyone who used to wear a uniform had a target on their back. I was in the Army, 10th Mountain. I did a full tour in Afghanistan. So how about you? Anyone who's ex-military has a certain bearing. None of your soldiers have it, but you do. Like I said, you got a good eye. I was in the Air Force 10 years, part of SAC. There ain't no missile silos in Oregon. I was on vacation, believe it or not. I was lucky. Before SATCOM went down, I got hourly reports from across the country. You think it was bad out here? Everything east of the Mississippi was overrun within 2 days. Okej, më pyti Shqipe tha jo kon ushtar të ja, i thash po. Ushtar u kon ky dikonin e men, po. Edhe ka luftu në Familiar Afganistan. with this area? Au sa bukur shto. Yeah, I grew up in a town north from here. It's called Farewell, you know it? Që campi. No. It sounds like a fitting place to be living at the end of the world. Oh, me about që it. campi, Maybe ej. you have been here before. Yeah, I've been here a few summers back. Me and my old lady, or my wife, we stopped by here on our honeymoon. Oh, që pe di ka ko ka You nol got ma erët. Of your wife, I mean. Oh, që pe pyt, se më pyti Shqipe mu, tha e kon në erë të që ky campi, e ky ko ka kon Shqipe mu të ma erët.
Se ky dikoni është i qiti shtetit kinse. E ky pi thot, a muj me ta po grun tonë, tha, kanë ke pos gru. Oh. A pja të rëgën? My name was Carrie. Ah, We were married 12 years when... kja gruja vet kinse. Anyway, it was a long time ago. E, të regaja mërë, ja, shipe, ky po tutët me a të regu se kjo është këtu anonim. Ah, apet ju kujtu diçka këti tash. You know, I think this might mean keep out. Huh? Oh, no, that doesn't apply to us. Why? Because we can't read? Because we don't obey the law. Speak for yourself. After you. Alright. Okay, kinse është... You know, making me a co-conspirator, not very chivalrous. Shit for what? No, it means, right. I never learn. Okay, apet ju kujtu diçka me grun e I'm vet. sorry about that. Oh my god, you should have seen the look on your face. Oh, I bet it was funny. Yeah, if I'd owned a cell phone, I'd have taken a picture. Well, for just this once, I'm glad that you don't. Oh, come on, don't start on that again. Hey, I didn't say anything. You brought it up. You just did. E qa pjo kujtuhet këti, dhe më në kure përmenja i gruin e vet Zezaki, këti ju kujtu kjo Sara. Edhe unë jam shumë shipe një tip që e So, pëlqej where are we natyrën. going? Just follow the trail. You'll see that it's not that far. Ku e në të shku, po thot kja kjo pjetat vesh vazhdo drejt rrugën. Mi të regu drejt edhe unë e shqiperosës gjithë i thëm që e pëlqej natyrën. Aja më pak i pëlqen, aja më shumë e ka marak qytetin, ama unë e shumë e What would pëlqej. my mom say if she knew I was out on a midnight Naturen, stroll bro. in the middle of nowhere Dishish. with an outlaw biker? Well, I don't know. She'd say, honey, you better wear your sweater. Very funny. Yeah, she wouldn't say anything, you know? You weren't supposed to tell them about us, remember? Oh, come on, Deacon, I said that a long time ago. You know I didn't mean that. Hey, look, I'm not judging. I haven't told my old man. That's because your father's dead. Well, yeah, I mean, there's that. Wait, is this a pot farm? Is this what you wanted to show me? Say what? Well, these are marijuana plants, and that's an irrigation system, so this is a pot farm. Oh, hey, yeah, look Bro, at that. Pot kum ka farm. prun, a janë që ta bari? E ka prun këtë vojzën, grun e vet, këtu ku millet bari. Middle of nowhere to show me the MC's illegal growing operation. Oh my god. Yeah, I mean, you got me. Para I me was në... hoping that you could give us some tips, you know, cultivation. Put all Oh those my PhDs God. to work on something actually useful. Jesus, Deacon, what? Okay, I get it. This is not actually what you wanted to show me, right? No, of course it's not. Come on, keep following the trail. We're almost there. Okay. Jo, Shqipe nuk u konë bashkë ton t'ja të regu tjetër shka, po kinë se qësoj rrugë e i kanë ro. You think I would learn? You think I would learn, but I never learn. Nope. Oh my God. Look at that moonlight. It's so beautiful. Keep going. We're almost there. You ever wonder what it would be like if just everywhere all at once the lights went out and everyone could just see the world just like this? What, you mean, like all dark and shadowy and depressing? I mean, the moonlight, the wildflowers, and the fireflies. Oh, I see you were kidding again. Okay, you don't take anything seriously. Oh, I take everything seriously. Oh, yeah, right. I do. You do not. Like when I suggested moving some of my stuff over to your place, you pretended that I was joking. No, that's not true. I pretended I didn't hear you. There's a big difference. You should have seen the look on your face. And you know, I do have a cell phone and I took a picture. You want me to show you? My God, you're a scientist. Can we be rational about this? Okay. First of all I said is that we should think about moving in together. You know, because we get to spend more time together and, you know, take the next step. What's irrational about that? I have a toothbrush at your place. Oh, I'm so sorry. You know what? You're right. That is a huge commitment. Well, I mean, do you know how much a good toothbrush costs? Okay, see, there you go again. Every time I try to talk about our future, A janë që ta turn it into a joke. dëzëllon, ja mërë si zona, ashta që alright. po bëjnë dritë. We do need to talk about it. Ah, ma në fun And erdha, we will ma. talk about it, but just hold on for a second, because I wanna show you something. Okay?
See? Që tu e pas ka për Why I mua. brought you out here. Vani bukur. Që tu e pas ka për unë ky. Beautiful. Was it worth it? God, yes. Hey, there's something I've been meaning to ask you. Po don mi propozu. Deacon. Që tu e pas ka prit ky. Will I? Will you, So that a yes? On 2 conditions. Name them. Okay, well, the first one is that we don't have one of those biker weddings where you say that you're gonna ride me as much as your bike. Done. I couldn't promise that anyway. Oh, stop. Okay, the second one is that you never leave me. Done. Me dy kushte po thot shqipe kjo. God, did you just break your biker ring on my finger? You know what? I think I probably did. Pse e ki ky piqe të ju, bro? Look at it. It's so cute with its little things. Just Pse e ki clenching piqe onto të the ju machine. dikoni edhe rreziknin apo nothing mirë says kje. true love. Adin, nat kuptimin që e ka grue. Në po mënaj Hey, what does famën. it say there? Oh, I'm sorry. I thought you knew that. Dikoni. Come on. No, it's Morier Invictus. Means death before defeat. Wow, I like that. Well, you're gonna get me like a real ring, though, right? Not that this one's not great. because I just thought, that's my ring. right, it's keep your that. ring. Right. Something more simple, without fangs. Okay. Po don shqipe kjo unos tjetër kinse. Shit, I'm sorry. No, it's all right. It's the lab. I gotta get it. Okay. Hello? Yeah. No, it's fine. I'll be right there. Okay, bye. Pa kube bashkë që si everything okay? raste të thirr I don't puna know if bre. they need me back there. I gotta go. This minute, like at this time of night. I'm sorry. I have to go. But A keni po be shqipe, sin filma, sin seriale, si adin që si show, drama, gjithë që si momente, pak para se mu puth ose me famën, ose me këtë gjithë, ja thirr dikush telefon, ja I dikush nder. I promise I'll make it up to you. Okay. Come on. S'vëdi, okay. Po, cute shqipe, një moment I mirë, që shto, njëherë po duken të bajat që ma din desa po ecin këta, po, pja vlen mi shiku dhe në My fund. wife's name was Beth. No, I don't have a pic. Oh, e rajti. A dini ky se zoki që e pyti qysh u qujt gruaja jote edhe një foto. Ky për thët gruaja me ka po zemrin Beth. Jo shqipe kështë Beth, amo Beth, atin që kanë këta Amerikonkat. S'pi thët Sara, zërë, po tutet mi thonë Sara shqipe se ky se zoki nashta e nje, jo nashta po e nje se unozën e saj e ka. E që ato po tutet mos ka bo ky najsen, jo kështu, po mos s'pa di be bro, thjesht anonim ky ka ardhur këtu e shqipe. Ky ka ardhur veç për gruan e vet. Por kë tjetër këtu s'ka ardhur. Dhe në që ato s'po do kërkush me ditë për ton se. Okej, ku shkoj më ky? E tash besoj jena Not unusual, you know, I'm sorry, what's that? to not have any photos of your wife, family. Yeah, why do you say that? Back in the day, everyone used smartphones. That's where we kept all our photos. When phones went away, when the cloud went away, our photos went with them. Yeah, I guess I hadn't thought about that. My wife, Carrie, her father was a photographer. Old school, dark room, chemicals, all that. Too stubborn to embrace the digital age, I think. If it wasn't for him, I wouldn't have any photos either. Yeah, well, I hated them. Cell phones, I mean. Seemed like everyone walked around with their noses buried in the damn things. I never owned one. Interesting. Qa. How'd you manage that? I worked as a mechanic. I had my own shop. Probably had the last landline in Farewell. erdhëm shqipe të ky kempi këtu. Që tu mundet mu kon Sara shqipe, valla. Që tu shqipe mdokët mundet mu kon Sara, që qysh po këshyrë kjo mos peshet na kun. Bro. You guys are taking this shit seriously. Colonel believes with enough motivation and discipline, we can achieve anything. Come on, hurry your ass up. I'm going as fast as I can. Just move it. Is that your idea of motivation? Colonel has set up a work camp on the south side of the island for those unfit to serve. Some of them
require extra encouragement. I'll bet. Come on, follow me. Yes, sir. Be ku be po vjen momenti mo dhe s'pe di ku është ajo. Po dojnë me Janë furrat të djalin. Good luck, St. John. Qymë këtë djalin po dojnë me furr, këto që Got your ass too, huh? jo, këta kokan që I pas kanë thirr. Hey, man. It's good to see you again, St. John. Jo, këta shive kokan kinse që kanë ardhur të ri te ky kampi, se gjithë kush po vjen I ri këta pi prezantojnë atin. All right, son of the preacher man. Ky që ma ka shoh gruen. Preacher man shit you keep saying. I'm just kidding with you, man. Hey, do you have any luck? What? The woman you were looking for, you and your peeps are riding with. E ke gjithë gruen po thot. jewelry, watches, shit like that. Come on, in the bag. Sure, man. Krejt sanët po thot shtini këtu në Hell you kese. say. Recruits aren't allowed personal effects. Besides, shit's just gonna get stolen. Come on, cough it up. Oh yeah, shit's gonna get stolen. Goddamn bullshit. Tin hot! Qa shipe ky komandon të shefi këti venit. Që ky? Qfar qere pas ka të kishe, si rus. At ease. Visitors are not welcome here. You are here because you were invited, recruited by my trusted officers. When you answer me, start by giving me your name, last name first. Getting by, same as everybody. Name. Adkins, Crystal, sir. How many men have you killed? Sa njerëz I kemi? Answer the question. Sa njerëz I Fuck kemi? you. Fuck you I tha. We have all done things that we're not proud of. What? To survive, to stay alive. The Almighty understands this. Right. The Almighty forgives this. Amen. But here, upon this woman's face, are the footprints of Satan. Prison tattoos. Proof of what you once were and no doubt still are. Bro, ka me myt ky tash 100% këto. It's people like her that are responsible for bringing the wrath of the Almighty down upon us all. Take her to the work camp. What? Fuck you. Get her out of here. Fuck you. Come all. on, gorgeous, let's Goddamn go. redneck assholes. Get off of me. Dhe me thonë ky shipe komandonte, ky shefi, pis gjell që ta tra që kene orë na cili prej neve është për me punu. Për shembull për me gatue, me shku me punu arën aty, a din ferm. E cili prej neve është javë për mu konu ushtar, tamam. E advajzën e po që son që ta ja për What about you? Taylor, Wade, and, no, sir. Bro, as që ky son never been to jail, never killed anyone, nothing like that. You've been in the shit for a long time. Yeah, I mean, I know how to shoot stuff. My dad took me hunting when I was a kid at a camp near Klamath Falls. And how about you, son? You know how to use a gun? Ajde të një bëshi be. E ti po thot djali mirë. Djal, dhe me thon a din po thot qysh me përdor armën. Para me në kuj pi thot shipe. Po sa ku myt une, ky po mnej. Sa ka myt ky njerës e zombi, ti atë qash kime të flokve ski. Fije të flokve ski qashti. A o qashtu shipe. Pa ky s'pe din kush jam une. St. John, Deacon. Yeah, I know how to use a gun. Po e di qysh me përdor armën, po thot. You're a drifter. Ti po thot ti e kësi Hold out motorist. your right arm. 10th Mountain. Iraq? Afghanistan. E po që më konë ushtar, ha? Oh no. Served one tour, served with honor. Hated every goddamn minute of it. Thou shalt not lie. Good man. Një e mirë kokë, thot ti, shive. Hold up your right hand. Do you solemnly swear to support and defend the new Constitution
of these United States. Against all enemies, natural and unnatural, to bear witness and support to the same, and to obey all orders without question. So, do you swear? I swear. Dismissed! Walk with me, son. Captain Curry doesn't bring me many recruits these days. He must think highly of your combat skills. I've been in the shit a long time. You know your way around the freaks? Yes, sir. Fani shqipe se më ra kontrollerin tok. Larg më ka ra. Dhe me thënë po, më shtini mu betu shqipe kinë se adin. Sir, I know as much as anyone, sir. Good, good. In here, we'll have the doc take a look at you. Shkojnë atë doktore, po thot neta të këshyr pa këty. Bre Sara. Ky shqipe jo e dini. Ju apo meneni se për një me ky dikoni ka këtu për ushtara, për mi shërbyk për këta? Jo, ky ka vesh për Sarën këtu dhe ik. Ky çaton shqipe po bën çka po thënë këta. Veç me gjithë Sarën. Apo më kuptoni, ky ka ardhur për një mision këtu. S'ka ardhur për kur gjën tjetër, ky hiç. Also strong. Good heart rate. Got a pretty nasty burn there. How'd that happen? Had a run-in with a wood stove. Wood stove, huh? Who dressed this? I did. No está mal. Not bad at all. Thank you. Keep it dressed or you're gonna lose that arm. You hear me, amigo? Yeah, I hear you. I want you to check back with me in a few days. Got it. Well, Doc? He's fit to serve. Lo hará bien. You doing runs out in the shit? Sorry, Doc. Ya tiene novia. He's spoken for. Let me guess. The Wizard Island Witch. Vaya con Dios. Good luck, amigo. Let's go, son. Okay. Ka qut të doktore me më këshyr që I pa normally jam don't për... tolerate insubordination, referring to an officer as a witch. Okay, son, let's get you squared away. Whatever you say. Now, we don't have much in the way of uniforms, I'm sorry to say, but I think that... oh! Here. Try this on. Po don me mandru kapelen. Seems to fit. I'll take that. Well, if you don't mind, this is a gift from an old friend. An old friend? Not many of those left anymore, are there? No, there are not. Okay, soldier. But I don't want to see you wearing it. You're one of us now. And normally we start new recruits in the rank of private. But since Captain Curry has vouched for your experience in the field, we are starting you out at the rank of corporal. Congratulations, son. Thank you, sir. Yeah. Dhe me thonë shqipe me njerë ma kanë rrit këtë gradën, adin? Rankin, për shkak se qaj Captain Curry, qaj Zizaki, adin që kështë aj kempi tjetër. Aj po thot se jënë me këto, që shpe thonë, t'lith. E aj tham ka të regu për ty që i shekon një jafta ti, adin kishe që i kum një mu për të arusha, në knetha, që ato të kum qitë tha me njerë me një pozit lartë ty. Let's get you some work. Oh, e në të pa shqipe qëfar ftyrë këj papan, që këj nuk jem të desh këtë plakin në. Po tash, adin Zori, edhe s'ki qa me bon, adin se kur të është Zori, tash pa tjetër do të në... Whoa! Now! Shit! You okay, Lieutenant? Oh, hey, Colonel. Sorry about that. Too much acetone in that batch. Lieutenant Weaver is our chemical engineer. He's working on new ways to blow shit up. Defeat the enemy. Sorry. But, yeah. Name's Weaver. James. St. John, Deacon. Oh, qëfar dorë pas ka kjo. All this militia shit's just for show. Right, Colonel? Corporal St. John is new to Curry's unit. If you need anything from out in the shit, he's your man. Oh, shit, yeah. There's a couple of things I need. What are you working on? Oh, just the new gelling agent combining naphthenic and palmitic acid. Oh, you're working on napalm? Yeah. Yeah. This dude knows his shit. Just a lucky guess. Sorry to interrupt. Oh, anytime. Oh, Colonel. I'm getting real close, Colonel. Very close. That's good. That's really good. Where you going next, Colonel?
Wizard Island Witch? That'll be all, Lieutenant. Okej, dhe me thonë, Again, let me apologize for... dhe me thonë, pruni shqipet e qaj zaki. All right, what is this? Ma'am, I got everything on the requisition form. Does this look like fabric softener? Apo mdo këta ku mi me një ven ku... Shifni. Okay, why don't you read it? Sora! Shife! Active ingredients. Oh! Qa koka kje kapitene? Oh, shit, ku ta she? Form. Alo, sot e njof, pasha Allahin, alo, sot e njof, kjo se ka shpinën e këthyma ajo. Holy damn. And, terpin... Get out. Get out! Alo, sot e po. Matt, I can't do this if I have to do my own supply runs. Bro! Got it covered. Lieutenant Whitaker, this is Corporal St. John. He's a new member of Kouri's unit. He's got some experience out in the shit. What? Read this. Lexoje këto po thot. Read this. Shkonte. I mean, you can read, can't you? Active ingredients, chloroform, aterpenol, benzoyl alcohol, ethyl acetate. Good enough. When can he start? Ah, I'll leave you to it. Carry on, Lieutenant. Leave us. Sarah. Stand at attention. Sarah, Don't. Ajnë të e po, vetëm pak Shqipe, se nashta s'po kuptoni ju. Kjo Shqipe nuk kon shtu besu që on kjo, ajnë të po që shpe preka, on kjo mëson shtu, mëson në ndër kjo. Se Shqipe, na peshojmë kinë se që shpejt loje, na në realitet e kini por në fillim epizodi par, ku e ka qitë mas 2 vjetë, e tash besaj jenë bo 3 vjetë. Dhe me thonë që 3 vjetë Shqipe këta nuk jenë po. Apo thëmë se na i kena bo epizoda shpet, loja është loj, po tash këtu në lojnë që se flose për loj kanë kalu 3 vjetë. Dhe me thonë une, tu shku taj kempi, tu kalu stina, dimri, vera, jenë bo 3 vjetë. E që aton kjo ka menu për dikonin se ka vdik. Dikoni ka menu për këton se ka vdik. E kjo që aton folje me të keq, kinë se, mdo këtë, shatë. No, you're dead. Ti e I vdekur, për thot. You're dead. You're supposed to be dead. Hey. You're dead. It's okay. You're dead. I'm right here. Wait a second. I don't understand. I couldn't find I thought you. you had died and No, we were overrun, Who's it, and we had to go south. Nero, they said that no one made it out. Farewell was overrun. They said that everybody was dead. And I didn't think that I never thought I would see you again. Hey, listen, we can ride out of here. We'll pick a direction. We won't look back. Come on. No, Deacon. I can't. Dhe me thonë Shqipe, ky pithot kësaj, dikoni pithot kësaj, hajde tash, gjithë aty jes po të marrë atë si kun piktu, pikti kempit, këthejna në shpiton atje, të buzerit ata, kjo jo pithot sënmujën sënmuj. O bro, tash pe kuptoj kjem do këtë është bon Shqipe këtu, kësi, lojtnonte edhe është në punë, e sënmunët ky me bro, shukur të më thot kjo, e kum gjithë tjetrin, pasha zotin, me bon, me një qëtë fjallë. Me shpak, ky po që ditët, qka... They forcing you to stay here? A me zër janë të të mojtë këtu po thët këta, a qka unë puna? No, you don't understand. We're fighting a war. E kena
Në luftë Don't you see, this is a war that we can win. Kjo është një fight a war. S'ku marrë unë këtu për me luftu, po be thot. helpful. I can make a difference, but I can't go with you. I have to stay here. So në mujën e me shku, po thot me ty unë du të menet këtu. Kjo shqipe kinë se po thot une po du me fitu këtë luft. Qëfar luft, moj? Bro. You get it? You can stay here with me. Help me. Unë është menet këtu me mu ti, me më një mu. Bro, no. What? Let's me mu I kumpi këtu. Afterwards, whatever you say, we can go wherever you want. Oh. E be se pa ta rrasë shë plak, të ik del jash me vle me grunte me këto zapat. Kuku, puna mut kuka. Tash këta kërku shqipe nuk bën me ditë që unë e kam këto grue. Wait a second. Kërkush s'bën me ditë shqipe që unë me këto jam. Your requisition form. Që merë po, oh my god. Thank you, soldier. Faleminderit të ushtarë, po më thot që veç për mos me kuptu qaj tjetër I maskin se, a den? Bro, Sara! Oh my god. A besoni që I bëj shkujta dhe rusës mesazh I thash e gjeta Sarën. Se, a den, oh my god. Oh, zë shiva a muni me bo like qëtë video, bro. A muni me bo like qëtë video. Kujt kën e ka prejk bile pak. Mos e merr një vesh si loj, po merr në shqipe edhe si një traole. Thjesht e dëni dikon, ose kini me dashtar, dhe që se një lotëri. Thjesht kur të bëni për dikon shumë. Amo për dikon që ja vlen, po flas. E jo për dikon që s'ja vlen rëtësoma. Apo më kuptoni? Okej. Ej. Para me ndoni shqipe kur ti tregon tash ati, buzerit, kur ti thot buzer! Tash shqipe ky dikoni, është më duket. Corporal St. John to Lieutenant Weaver. Come back. St. John to HQ. This is Weaver. What can I do for you, Corporal? Your requisition form says you need mercury. Any idea where I can get it? Yeah, sure. I should have written that shit down for you. It comes from, Cinnabar. Okay, very Crew's good. unit scouted out a mine north of Diamond Lake. Head there, radio me when you arrive. Yes, sir. Hey, between you and me, if the colonel isn't around, stop with all the yes sir, no sir bullshit, alright? Makes me feel old. Okay, Hey, yo. I haven't seen you around here before. Dhe me thonë shqipe. Everybody calls me D. Po që kjo arma e fëmija mirë koka. So, Kjo tjetra. you're the guy to come to for hardware? You got Okay, it, pal. çto ta You need blej. guns? I got guns. Kjo tjetra kes më It was pëlqen. never made, you know what I mean? Great. I'll keep that in mind. Mirë. Vesh pak. Vesh pak edhe njerë. This is some primo shit, let me tell you. Së dhja me marrë be shqipe qëtë AVP-n kësi rast. Ma mirë për marrë AVP-n, se s'bese që kam në horde. Që se kam horde, thjesht. Oh my god, Sara! You stay safe, yeah? Okej, ta shkyte motore, vesh pak, se më duket... Aso, po më isha. Caleb Tomlinson. Vesh pak asun më i të me nërsh nëjsen motore na? I just rode in. Oh, Okay. cool, man. Hey, Corporal. See you later. Atër shqipe më thirë ky koloneli, ky gareti, qaj plaki. Ku e ka mërë ky këtë... Aha, pikni. E shqipe Sara... Aj më falni, se kum ka tru tash plët njerës. Aj doktorja shkencëtar, që po merret masi bomba, tha... Po më duhet, tha, dishka. E me shkom ja gjitë. Ka më rruga këtu, qonë kjo rrugë shtu? Po kënina me motor, po duka me... Aj se tjera ire shkej me motor, shqipe. Falni amo, gabova kësi iri, po duka me motor gjithë me shku kur të kam në emision që ati nalë. Ha, din që shponina shive ma në fund pasha zotë, bile kam edhe shka qesë në thumbnail aty. Adin e gjitha Sarën. Sa dini shive pikur më keni prejtë edhe ju nashta keni thonë, a i ta u lonë të mo që sa ja ka njësë në qëta video, gati. Amo ta shipe alo ma interesot bëhët loja pse. Se tash unë jem të këshyrë me morë Sarën edhe me ik pikti kempit. Qa e bën alo ma intereson është se Sara s'po mundet. Pse? Edhe po tutët pi gjener, pi këti, pi shefi që ti plakit. Edhe pi këty në ushtarve. Se kjo këtu është kinë se si... Aji, sa shumë mërë pas ka rrug. Adin, kënë kinë se këtu është mo si që punën. E me bo me iku në pi këtu, këta nashta e vrasin se kjo ushtri jo bro, nuk mund në shkëtu, nuk jenë punë këtu që shpomenesh. E që ato unë du të me bo ndoshta në sen që me ik fshektas, apo diçka që shto. Që e ki plaki. Dë boft, keq.
Se plaki keq po duk është. Corporal St. John, is it? Yes, sir. Come in. Just enjoying a cup of tea, herbal, courtesy of Lieutenant Whitaker. Would you like to try some? It's very good for the digestion. No, sir. Thank you, sir. I was just looking for the duty roster. I have an assignment for you. Men, Corporal. Not that they deserve to be called that. They've taken one of ours. Lieutenant Justine Norwood, a fine officer. And they have her, so, yes, I will get her back, sir. With the help of men like you, we're going to take back this world. Shif në Shqipe, ky plaki shumë po ka shpresë të unë, po thot me njerëz si ti, na kena me e marr këtë botën. Me të me Shqipe që me thonë, e ka po ky plaki që jam shumë i fort unë adin, edhe punët që pja bëj këti, a rrallë na i kush o t'ja bo pak qysh me shku më bro të motori poshtë a i sa keqish. Pa bro, po që bre nonën më fani për Shqipa mo. Corporal St. John, I need to see you. I'll be at the Oh, Diamond Lake po outpost. bre, po, but Copy that. I'll be there as soon as I can. S'pa ban me këtu pa motar me shku më vlla. Ai, ndo këtë dola Shqipe mo jash ma në fund ku. Oh my god, e shtyna pak videon se Kogja shumë Shqipe. Ata shkëm ta takojna me qatë Corporal, hey. Ta bëj vesh save. Hey, Sarge. Që ky Shqipe po marroj kem duket as si bomba apo diçka çështu. Ku më ky? Ky më pas ka thirr, më fali Shqipe unë pas ta ngatru, ky tjetri se zakin pas ka thirr. Unë Ky se zakin pas ka thirr, e unë të këshir ky tjetri. Ok, vesh pak ta shoh Shqipe këtu a ka pas najsen me blet mirë se ky shumë kempen e vogël a bro këto as. So, where are you from, Lucas? Kempen e vogël ky. Place your accent. Ja, kur gjan s'pas ka. That obvious. Yeah, Ja, s'kam edhe pare. Originally. Yeah, I was down here on holiday with the family. Whoopa. Yeah, doing a bit of camping. Corporal St. John, I'll see you around, yeah? Okay, check here. Corporal, good. I have a job that requires your unique skills. Okay. Sure, yeah, yes, sir. You remember Vasquez? The man that went AWOL. Yeah, we tracked him to the logging camp, I remember. Well, this man, Sergeant Lee Anderson, was his partner. He was about to be arrested when he killed a guard and took off. Oh, your men have quite the code of honor. Our men? You're one of us now, remember? I've marked the location on where he was last seen on your map. Apparently, like Vasquez, he wasn't alone. Great. Okay, një person Shqipe me emrin Bounty. Ku ka i keq e me shku me në zonë edhe me myt. Aden pas ka bon të shka keq edhe a mun është ta me myt. St. John, Corporal St. John. A ka këto repair, a marrë jo më duket, ha? This thing didn't work. I don't think it's ready. Qëfar veni ku ka këtu? Yeah, your radio works. What's up? Deacon St. John, hey. I mean, nothing. Just checking in on you. I haven't seen you since the whole swearing in. Oh, some shit. shifne kablën. A i në të pa kablën. Hey, what the hell you got? They got you doing? I'm in the damn infantry or some shit. Spend all day burning out nests, chopping down trees, hauling wood. Sorry. What are you doing? Bastards. They got me going out into the shit, finding supplies for the officers, working on wood. Oh shit! Oh, I heard about that. Yeah, working on bioweapons, chemical weapons, shit like that. Burn them freaks to the ground. Am I right? Yeah. Look, Taylor, I gotta go. All right. Hey, look, man. Balmer ma. Mas fal ma. I'm having second thoughts about all this military shit. You know. Taylor, what radio are you on? Are you sure? Not being... Captain Corey, I'm at the site where Sergeant Anderson was last seen. All right, Anderson, let's go take care of it. He's gotta be here somewhere.
Okej. Ta shojmë kohën që ky shipe Andersoni. Hajde ta shojmë. Okay, let's see. What's going on here? Oh shit, wolves. Okej, që ne pe qet. Gotta take a closer look. Okej, shto motore. Alright, what have we got? What is that? Anderson? Ah. Dragon? Well, how the hell am I gonna get my bounty? E pas kanë hunger. Që ne e pas ka qit. Po këne vish pak. Po këne pas ka. I've gotta find another way into that cave. Në duhet në duhet një rrugë tjetër për mrena. Coyote, Raider camp. Bunch of mean sons of bitches, aren't you? How many ambushes you set this way now? No one qa mu kam bërë. Ku besa po të shti një, thë? Bounties. I gotta get into that cave, somehow. Nero Beacon. Okay, where is it? Qish pas ka dik. Oh my god. Oh, Nero Injector. St. John, Corporal St. John. You got your ears on, man? Hey, does this thing even work? I don't think this radio's working. Taylor, yeah, your radio works. What's up? Deacon St. John, hey. Ball Marmon. Nothing. Just checking in on you. I haven't seen you since. I'm sure dhullen, eh? Oh, some shit. I'm sure dhullen, eh? Hey, what the hell they got you doing? I'm in the damn infantry or some shit. Spend all day burning out nests, chopping down trees, hauling wood. Sorry, what are you doing? Research. They got me going out into the shit, finding supplies for the officers, working on... Oh, shit. Oh, I heard about that. Yeah, working on bioweapons, chemical weapons, shit like that. Burn them freaks to the ground. Sapatiao, no. Ku balmar mo nalo ti zapatash. So, what were you saying? Oh, shit. Oh, I heard about that. Yeah, working on bioweapons, chemical weapons, shit like that. Burn them freaks to the ground, am I right? Yeah, look, Taylor, I gotta go. All right, hey, look, man, it's just, I'm having second thoughts about all this military shit, you know. Taylor, what radio are you on? Are you not being monitored? Oh, shit. No. That's what I thought. Gotta go. St. John. Jesus Christ, Taylor, what the hell are you doing? Squeeze through here. Okay. Collect proof of kill. You still got your militia armband. Okay. Që tu pas ka dek. Ja tash vesh me ik pi këtu, ha? Arusha. Shit. Ka... Damn it. Ka dul mër kjo këtu? Maybe. I can sneak around. Nashta muj me ik, po thot pam po. Pa im duket më pas ka po? Duket më pas ka po? Jo valla, më duket më ka po se kja edhe të ndjen. Qita ato e ta. Crap. Ek sa po ta. Ek. A më mja marrë mishin? Oh my god, shipe, pasha zotin. Ku e qitën bashkë tu, bre? Okej. Tasha më i më këthoj tash të kempi. Edhe me ja dhonë këto. Ish me thonë një shenjë që e kom mytë ato. Don't shoot. It's Corporal
Corporal Deacon St. John. Captain, I found your man, Anderson, and you were right. He still had his militia insignia. He's dead? Well, let's just say that he had a run-in with a pack of wolves long before I got to him. That's a fitting end for a murderer and a thief. Yes, sir. Thank you, Corporal. Dismissed. Që ato shqipe po vjen interesant qysh mo buzerin nuk pe thirr këto dikonin, ashta nuk është me të njëjtin channel adin që mujnë me më dëgju ata. Corporal St. John, what are you up to? Yeah? Sarge? Që ato çfarë shtrime po bëjnë më? A muj edhe unë me bona sen çto? Hajde ta shohim. Valla shqipe që ta ushtrimet e ushtrisë janë shumë të shtira valla. Para mene shqipe mu konë shumë i trash, e me të qunë ushtria din që të bëjnë atje, kuku. Hajtë mërmo. Ka e. Paj, valla mi o të reko drejt që ta i bëj edhe unë që. Au, desa po zbret kjo une. Këshira vla shko. Po s'lon e ti vaj, s'lon, qëto rejune. Oke, ikom, shibe, ikom, mos t'i pengojna. Për momentin s'kena mision, po bese që shfaqe, tash kur dalë mi ashtë. Okej. Nej. Corporal St. John. Oh, po ta thënë ke që ky, a? Taylor, I hear a bike. Tell me you're not out in the shit tracking down that drug trafficker. Okay. I won't tell you that, but I am. Oh, be sa po fol ke që ky be pasha Taylor, Allah. you're gonna get yourself killed. No, man, no. Hey, I followed a bunch of them up the highway. Highway 97? Hey, it was daylight. The weather was clear. I didn't see a single freak. But there is this group of men ended up at the ski lodge. Did you even know there was a ski lodge out here? I didn't know that. Taylor. It's a sweet ass setup too. If I ever decide to bug out, that is where I'm going. Oh shit! I gotta run. They're stopping at another camp. Taylor out. Taylor, god damn it. Stupid kid's gonna get himself killed. Valla, shipe që ky Taylor, qajo është kince si i zia, din që kjash, ky shipe edhe elefantin po ta boj ke nervoz, ha? Shumë, para me nën aty sa nervoz ka bo. No, I don't think so, Cope, not today. Qka mër kopja losh në këtë kanal, ha? Oh my god, okej. Qish me pia ti u ka lidh? Që me koplat e rrymës? Okej, po ecë me shipe pak me motor deri sa na thirr dikush. Peta rusha, çon të bëmë kjo këto? Çon me ky vend? Që ui. O jarush. Ajta Allah i lemrat. Çka son të thirr? St. John to Captain Corey. St. John to Corey, come back. St. John, I've just spoken with the colonel. He's assigned you to the research division? Captain, research division. Po kush jeni ju, no. Got him. Captain, research division, I guess you would call it that. I'm helping Lieutenant Weaver and Lieutenant Whitaker. Good. They can use all the help you can offer. I don't know how much help I'm gonna be, and just sort of their errand boy for now. And actually, that's why I radioed in. Lieutenant Whitaker gave me a requisition form that says yeast. Yeast? Hold a second. We have patrols making supply runs throughout the region. When they come across anything of potential value, they note it down. Yes, here. Yeast and other baking supplies were noted in the kitchen area of the Crater Lake Visitors Center. You know where that is? Yeah, I could find it. Good luck, Corporal. Curry out. Raiders. Damn it, I should have been watching for him. Okej, kena me shku shipe, është pak ku i ke ky kempi?
Protecting the weak. Jo, që atje posta me shku, ha? I'm never giving up. Aha, i posta 2 misione shipe tash. Misioni i gruas teme që më ka lyp shipe kia me marrë jist. Dishka për aty që po punon kjo. Pa tjetër. Edhe, dhe me thonë, kjo tjetër është okej. Mas pari përshkojna qëtu. Koka kogja larg, po po qësoj rrugë e koka, okej. Ta shojmë shipe, se pa tjetër do të me shku. Që kje qka bërtet, vesh pak. Vesh pak ta mysë shipe se mundet me thira si horde. Në tybe ke thirë horde, valla. Se mundet najherë me pas në emision kënej pare kja bërtet, pas taj qura. Ko ka rruga prishet qëto, kështë që piqenej mira. Ajtë se më rrim shpejt shipe se ja ku është. Ka be shfar loj, shfar grafik be shipe. Renegade camp. Sons of bitches, you think you can ambush me and get away with it? Okay. Slow down checkpoint ahead. A ka asi këtu a? Kësi. Nero. I gotta clear him out. I gotta make it safer to ride through here. Po s'ka nesta, ai këtu për me kësyn s'ka. Hajde ta provojna. Hajde shipe, se... Guess I'll come back later, burn out these nests. Hajde ta provoj. Shit, that's right. I gotta finish burning out these nests. Me shpak për cilat strofëlla on të thombe, po thot që tu ka strofëlla. Se pastaj sulmuj me bo fast travel shibe. Për cilat strofëlla e ki fjallën be dikën. Me shpak. Ai, s'pas na bëksi, mar. Po, bre, njonën. Po kur gjo s'kisha pas, be. Dhe me thonë shibe më duhet kerozin. Okej. Nja 3 kerozina. Okej, mazi kom i ra, ka që kjo rruga shipe. Another mobile medical unit. Ta pres. Gotta find a way inside. See if there's another injector. Okej, po ina shipe këtu brenda, a dini që është taj për me mush vetin, edhe ta mushi vështja i kishta mikrofona se qëta zushnika ta që shmi thirë, spekirat se na bëjnë zhurëm këta, me bo mës mja ik, pas ta im lidhën këtu. Sigur ata fëmint mas bombonave. Në këtë që ko ka generatori push, dhe me thonë që aty e plasi, edhe a ka edhe një nëj zonë tjetër. Okej, që aty e pusht. Edhe që aty e pusht. Ja marrë shta. Se mujnë me ardhë horde shipe këtu pare që që ditësh. Kështu që tu t'ja eki, se më do këtë ko kanë dytë njejta, edhe kja dhe kja knena, që i bjen aty i prejta, që këtu ku janë vesh a muj me armë, mi goditbe, a muj vesh tashë. S'kam nevoj nalt me i piq. Vesh t'i shë shipe mirë kadar se pa shë zotin. Një gabim, se ju s'pe dini shipe se këtu mujnë me një dhe hordet vinë. A dhe nuk është puna vetëm për me një, po... Okej, më do këtë s'pas ka më shala se ku marru në i ka. Ta shë më s'ka në kerozin që tu. Rasisht që më këto shipe si loj për ata kinë se për mishërua dhe në mjekët shive që shenë me gjinojt. Ketin braktiso bro këta, infuzion aty kuku. Okej, besoj se është gjithë shka mirë, unë e mujtë ashvesh me gjithë kontën e benzinit. Që kerozin ku paska. Ball ma dhe... Yeah, no. Maybe another time, Cope. Ka, vej edhe këtu shipe kopi për na bën. U ka mër benzin. A më s'pa është që tu t'i ka. Jo, më s'ka në... Jo, pëse kës. Shpak, se normal shipe gjithë muën. Që edhe një kerozin. Që tu më qiti dishka. Aha, jo kjeson. Që tu po është dishka paska. Tu s'pat sen. Pa një shipe ama po du të me kërku, okej, se nuk pe di. Po vetëm njëherë shipe si ta mësaj, për shemë ose ku është, pas taj nën s'ta pe bën që aty, që, kuku, para synve. Ta shak ko mas pari motori benzin. Edhe pse ja kun bo upgrade shipe tash në zen shumë a shumë edhe nuk hargjohet. Ku ishala i kun prej këtë këta spikirat se pasha zotim lidhën, a që tu m'lidhën valla.
Okej. Qështu. Edhe shipe na pedhizmi, a i ku masi mër krejt? Vesh pak se më duket edhe që atje për para mos ka? Ku a peshe? Shipe kështë edhe i punën, a? Shyrë në shipat e mija. Pasha zotin, a din që shishin mledh këtu, a? Bile po tutëm a i ku masi krejt se? Marë që të me të kitin. Oke, zbesej që ka një. Ku me bo me pas. Green lights are good. Green lights are always good. Mirë, oke, mirë është. Okay, let's see what we got. Qa ku ka, qëto offer. Nero had all the good shit. Okej, të me thonë Shqipe, staminën e rrug, kam të rrug mi tash energjin pak, ha? Po ne, se Shqipe, energjia fërës na duhet, i shkon mirë me ja rejta 5 staminës, Shqipe. Për shkak se energjia, normal, kur të t'vin ofra ta të mysin kejt. Ajde pja bëj staminës e kësirin, që se na del edhe një atër ja bëj energjis, okej? Në qofë se edhe njerë Shqipe na del atër mu, sepse stamina na duhet shumë këtë luj. E keni po dhe ju. Oke, tash po ikum. Vesh këta këshyri edhe ka una tjetër më s'kona i sen. Tash e saksi mu i mi kryu. Okej. Se më duhet Shqipe për mja dek strofullat atyne. Se sun mu i me bo fast travel pastaj. Okej, që aton s'me marrë, që aton se pastaj janë nis. Micro recorders, yeah, wonder what happened here. Okej, s'pas ka dhe me thona. S'pas ka kerozin. Mirë atër, për na vazhdoj, ka qaja rruga. Dhe me thonë që tu. Pa i shkon mirë tash mi Diego i Shqipe këta, ha? Pi Diego në tash ma mirë, pastaj pi që tu, këthej na direkt me fast travel. A den? A pja bëjmë Shqipe qashtu, ma mirë përshkaj tash pjasi, a mo vesh 2 i kam. Edhe një kerozin, be vesh pak më s'pëmi me gjithë, edhe një kerozin be vlo. Veç edhe një be po më duhet. Veç edhe një kerozin be. Ka njerë bro kam që... Ka njerë qatë shumë sene kam. Sa që thoma din full jam. Tu mrena. Që tu po qëtë dishka. Mos ka dhe mrena këtu najsen. Jo, këtu për me fjet, po thët. Qfar të fjet, mi mërë vlo. O, një kerozin be ju lutëm. O, adin shkajte për shkojna Shqipe njëherë vetëm t'i shojmë se ku janë tek janë. Mas ka anin a rrugës në najku. Adin se zakonisht qesin edhe rrugës luta. Vesh ta shë. O, që kje qka bërtet, ha? O, që kje qka bërtet, ajo. O, s'pas, na si. Ku AVP në pas, na duhet me ik. Duhet me ik AVP në Shqipe. Ajde se kam pluma. Shko ma qëtë me t'ku që mëra kone sen qëto afer. Au, kje qka bërtet. Kape mërmo. Kjo qka bërtet është e keqe Shqipe. O, a i mo dhe. O, ka dull mër ky. Am ka po, ajo. Ku që shmer ka ere, vesh pak ta bëjt lojen save. E kisha myto bro, po. S'po du, ku mër njënë sa i mo dhe e. Si koktel. Si s'kam. Si sun muj me maru. Si sun muj me maru. Me rrug Shqipe me AVP pi këtu. Besoj që e nin. Okej. Ball on. Nope, not in the mood. Gotta be close to a nest. Ooh, I can smell it. Që ku e pas ka ne. Që ku e pas ka ne. Shefe ku e pas ka ne. Okej.
O djeg edhe kjo shipe, ajde ta shem. Të që aja, të që kja makina mos ka rasisht në sen. Mos kabën e kerozin. Të marrë do pluma shtu vesh, shpejt. E se pluma kam edhe në motor, po sa kic vesh pak, ta marrë. Okay. Vesh pak mos ka kja ma fort, mos e ka damage-in ma... damage-in durability në ka ma shumë. Po s'ka të shka qëtu në tokë, ajte më son shtë kerozin. Po mujna edhe me këto, shipe, perfekt. Vesh ta shë, mos ka në jasi strofut shto afer edhe... Që edhe shtu po s'ka benzin, e. Edhe shtu duhet më... që strofla, që. Që ku e po s'kan. There's another nest. Let's burn it up. Mirë është. Plot. Sa shumë. Okej. Na ka jetë shqipat e mija vetëm edhe një. Me ditë ku më për qëky. Vesh pak. Vetëm pak. Që tu dyke, a? Ku mundet më konë me shqipe, ha? Që ku është ta i madhe, Më ka po, ha? Më ka po. Më ka po a i madhe, vesh pak, a është qatje posh më duket. Vesh pak. Mos ka naj sen që nej nalt. Nest. Afer. Gotta be right around here. Që tu dikun po thot është. Që tu? Nëson, qyra marë. Ma shpet sa i madhe. That's the last of them. Build your damn nest somewhere else, you damn freaks. Mirë është, ajde ikum shipe, më falni, që u vënova pak, po qa me vonë shipe, mu desh të punë mi kry. Po shkak shipe se kur ta... I gotta burn them out. I gotta make it safer to ride. Dhe që tu konesta. Ja, bablëk, du të me kalu. Problem është. Edhe shtu paska. Amo këta shipe i kry tjetër herë, okej? Tash dhe me të vesh e kalojnë aknej edhe shkojnë në shpi. Come back later, finish burning out these nests. Tash për Another momentin. marauder camp, yeah. I seen what you assholes are up to. Deer crossing. Well, guess you don't have to be worried about traffic no more, do you? Okay. Another nest zone. Edhe këtu nesta, pens nesta që tu. Burn this shit down, make it safer. Sorat. Që mërë Fellas, sorat. I'll be back later. Finish burning you out. Ku qaku ka veni rëzishëm të kë. I am Colonel, Lemire. Corporal St. John reporting in, and I'm at the last location where Lieutenant Norwood was seen. Seems pretty fortified, sir. You sure you want me to tackle this alone? Just follow orders, Corporal. Fot jamar mo. Yes, sir. Fucking A. Okay, come on, you assholes. Let's do this. Got it. I'm moving. Shpak aposht do të me nja. Aposht o pas kanë dash me nja. A moj piqne. A deka.
Ja mirë është. Now I got you. I see him! Now! What? Open fire! Oh! Kill him! Kill the son of a bitch! Burn! Burn! Let him burn! Get the bastard! He killed him! Ku sa të kshi ku? I get it! Au, sa të kshi kokën? Pull back! Pull back, everyone! Okay, hang on. I'm coming. Hajde mërë dil. Ha. Ha. Hang on, I'm coming. How the hell you doing, Lieutenant? St. John. Thank God I'd given up hope. Oh, yeah? Well, a good friend of mine once told me, never give up hope, because you lose that, you may as well just pack it in. Keep that in mind next time I'm ambushed by a dozen squatters. You okay? All right, listen. Camp's clear and your bike is still in one piece, so can you just get back alone, huh? Yeah, I can handle it. Thank you, St. John. Sure, now get going. Go. Okej, dhe me thonë Shqipe kenar me shpëtu njëri në aty në atin camp, se e po s'kan në zonë këta, që aton tash e kuptova. E po s'kan në zonë edhe, dhe me thonë tash apëshe Shqipe, sun mu june me bo fast travel, për shkak se, këta farë zombit, apo, freakers. Oh, që... Who was that? Ik Marti. Atër përse që du të me shku me marrë motorin edhe me ecë Shqipe për para. Ta kisha di që tu i kisha lon pos. Se di isha ka është hymja be vla. A në toj po Shqipe tash kje stamina se sa mirë është të më shku. Nuk pa hargjohet shpejt stamina edhin. E për që ato ma mirë është. Au, që qent. Uj, që ku po më rrinë te motori. More këta shumë të menqëm, këta sikur pe din se hube shumë pe pio reja. Që ko ka një shpell e hordeve, a i në toj po? Shpella e hordeve, ej. Atër, po ikmi Shqipe vetëm derisa ta kalem qatë urën, edhe pastaj mëjna me bo fast travel. Hold on, I never did finish burning out this nest Qy, inside. ej, edhe këtu po, s'ka si nest. Okej. A e kum kalu? Jo, alo. Më shpak se më të shku pikse onës tjetër, ha, këtu më të shku. Që më ka thonë gruja, ha. Colonel, sir, reporting in. It's, Well, oh, Jesus, it wasn't easy. But I got her out. Lieutenant Norwood is out. What the... What are you doing? Oh. Oh my god. Shka ma... I'll send a patrol out now. A rrug po, said s'ka she could që... make it on her own, so, I'll radio in later. Yeah, a Nero injector. A Let's rrug see po, if s'ka this që ne, works. ha? Another beacon. Damn it. Where is it? Ah. Well, I was feeling a little under the weather. Po është zotin rrug po, s'ka që ne. Holy. Kuku. This is Radio Free Oregon. Ba. The truth shall set you free. Yeah, no, maybe another time, Cope. Okej, më rejëm. Ku qëfar veni? Po besoj që piktu pastaj mëjna me bof... A, që ofër kokshna. Okej, mëjna me bof fast travel pastaj Shqipe. Vetëm që qkojnë atja marrë me që aton grës teme, se për sarë në bëjt gjithë shka. Visitor center. That's gotta be it. Oh! Now, I just gotta find some yeast. Kitchen, yeah. A si të mëdhoj! In the kitchen. Shit. Breakers. A si të mëdhoj, po, s'ka. Had to be breakers. Oh! Dy! Fucking easy, could it? Dy kësi të mëdhoj! Oh, shif në Shqipe një atje. Shif e këtë tjetër këtë të hongër, për që shqe po si ljup. Që tu po s'ka jisë Shqipe. A muja bro me mor jistin pa i mytë këta mërë se ku. Problem është e Shqipe.
S'kam kësi pipe bomba shumë. E brenonën bash. Bash be shipe kur thu hajtë se nuk ka nashta shumë. Bash që atër që ndodh. Ta shë shipe njerë. Që mërë saponin. Që ku pas ka kerozin, ej. Ma shpejt, këta të vajt i shala zbëjnë zë, ej. Më zvërtit, ambici luk. Më zvërtit, bici ruk. Kush mundet me gjithë mërtash ku on jisti këtu. Besoj që tatë më dhajt baco ishin. Leje mërmishin, më thash më s'ka najsen me marë. Dikan. S'ki vak se pa ta në gjitha i modhe. Pa të ndryllë. Kuku për... që këtë tjetëre. Kuku qysh... Edhe parkur po bojnë ka na? Edhe parkur po bojnë ka ne? Jure buzvici. Qyre njerë të nga të kryje e ka. Qysh me mujnë dhe vesh pak. Vesh pak se qa... qka mërë 3? Tre mërë ku kanë? Pashallojnë 3. Pashallojnë 3, ej. Që saj shipe i thajnë me tu... Ku nona jeme, ati që shem të dridh. Pash... vesh pak o shipe, që po bëni shipe ju, ap ju rrijet, ap ju këshyret video ja, a keni bo like videon. Kuku për mu. I kni beju bici rruka, i kni piktu, mos më pengan ju lutë, mos unë ju jap shëqira me unë. Ku është më qaj? Ik për bici rruk, ik. Ma shpet! Got it. Yeast. Që tu pos ka yeast? Here it is. E morëm shipe yeastin, po valla. Oh my god, qa kena marru e i pasha zotin. Tash na shipe vetëm i kom piktu. Veç ju po motorët edhe... Une ika, babloka. Më falni amo, ke një moment shumë i sikletshëm për mua, kështu që ju dua shumë, okej? Hajde ma një bëllë, thon tash, hajde. Me motor s'po të uta mune, hajde. St. John to Lieutenant Whitaker. Reporting in. Deacon. Corporal St. John, yes. I got the item on your requisition form, the yeast. There wasn't much. I'm sure that whatever you have is gonna be fine. So, Mos po vjen ai just modhe. curious, why do you need... Sorry, I'm right in the middle of something. I gotta go. I'll talk to you when you bring it in. Whitaker out. Okay. Welcome. Që më rejna ofër kushna, që? Ja bojna qështu. Alo ma ofër është. Ajo, së më përmësha, okej. Qka në tu Chris që aty poshtë? A ka nëj lufta? Oh! He's on you! Okej. Ma shpejt shqipet t'ja qojnë asarës. Hap ma dere, nej. Ja shqipe mo nuk ma shtru në këtu, që ose kam najsen me qu nalë të qej me motor. Atje. Nuk shkaj mo.
si budol në kom atje. Tani edhe të poshtë disha të na jo rrugë. Ja kryta shipe punën Sara, s'ma në fund mu. Okej, këtu po ecë motori ka dalë shipe për shkak se jena kinë në kemp. Që ata tret mdhë... A keni po shipe tret mdhejën kona? Arsyeja shipe pse nuk i bona luft, se nashta keni pas shef mi bo luft të treva, është se s'kum pas shipe bomba, s'kum pas flaka. Apo më kuptani? Ti sha mu shpi këtu, me si bomba, atër s'ma kishni. Edhe të më kishin po, amo bro, jem kon shipe vesh me pluma, edhe ato e kum pas snajpen, u ka ndosh me pas atë mitrolezin adin. Ku sa larg ton ky kemp e sa normal. Sa normal. Ta dytë po folën në Shqipe sigurisht. Ma'am? Ma'am, pithet. Zonjush. Would you stop doing that, please? I'm sorry? I know that things are strange, but I can't help that right now. Well, I live in a barracks with a dozen militia assholes, while my wife lives in a private tent up on an officer's ridge. Nothing strange about that. Deacon. And the only time that I see her is when I'm done running one of her errands. Nothing strange about that either, ma'am. My yeast, thank you. Are you baking something? I mean, if you need an oven, I know where to find No, one. I'm using it to create viral proteins that they trigger these antibodies. But of course, you were being sarcastic. Bread, viral proteins, it's all the same to me. Hey, wait a second. Here. Thank you. You already said that. I meant for staying. Yes, ma'am. Faleminderit. Normal Shqipe, a dini që më ka thonë mu Sara ma herë, se s'un ku mujt me përkthy s'kum pas vakt. Sara Shqipe ka thonë, kur i thashun ajde me mu që më tha ju, tha, ko mundësi, tha, mazit kryo që ke puna, me unë e vi me ty, i kom piktu. E puna është, derisa të kryin kjetë dishka që tu, me që të eksperimente që onë tu gatu këtu. Po, më thonë që kjo, tash për momentin mision s'kemi, po misioni shfaqet. Ok, kjo është tjetër mision, Shqipe, kjo është... Nuk e di, është i rëndësishëm, por... Ta u lonë të Shqipe juve pjo thët me që ka që pe përfundoj, ka qenë Shqipe një mision shumë te për i mirë, pasha zotin. No, set them over there. Thank you. Corporal St. John. Okay. This is Dr. Jimenez. Okay, po më thirë Shqipe aj, doktori, po më thirë që s'pja u bëj spoiler se që a thët iq pja u lonë Shqipe në epizodën tjetër. Kjo ka qenë Shqipe të mija, shpresoj ka pëlqyja, ka mësi me bo like, edhe me komentu për pjesën tjetër, sepse jena tu afru offer fundit. Nuk e di sa epizod ta ka, por jena shumë offer fundit, kështu që like, comment, subscribe. Bye bye.